pse ndodhin këto ndodhin për shkak se njeriu është qenie komplekse. A janë që aty ndjenjat komplet njeriu, a janë të krijuar ndjenjat e njeriu të zemra realisht? Ekziston një debat, sidomos në botën teologjike. Do të tingëlloj çuditshëm, po besoj që askush do të na e marr për të keq. Ekziston një debat në botën teologjike se mendja qëndron në tru apo në zemër. Ekziston ky debati përveç në botën teologjike, ekzistohen edhe në sektore të tjera. Domethënë nuk ja ka ngul gurin kërkosh se detyrimisht mendja është në tru, ani pse na gjithmonë kur themi a mendoj me zemër a me mendje, a veproj me zemër a me mendje? Pikërisht kjo është pjesa e atij debatit edhe i bie që njeriu megjithatë është mbetet një, të mos them një enigmë, po mbetet një qenie e cila nuk është eksploruar sa duhet, nuk është zbuluar sa duhet. Sa pak e njohim vetën. Edhe mbetet me thonë se veç ai që na ka kriju, ai din me na udhëzu në atë çka na duhet. Është çështje e Zotit, është çështje e fshehtë e Zotit, merr kuptim komplet. Pa pikë dyshimi. Përveç kësaj, unë do doja që mos më mbet biseda tash vetëm në hava. Patjetër. Se të themi me ilustrime diçka. Po. Jo, do të flasim për gjëra, për shembull. Për toke. Për toke, bravo. Një smundje, një frikë, mungesë sigurie, një sprovë, një piklem, ato sprova që i themi ne, çfarë do të qofshin ato, edhe besimtari, edhe ai që nuk është i kthill, pastaj edhe muslimani, edhe i krishteri, edhe domethënë pjesëtari i besimeve, çfarë do të qofshin ato. Ligji i jetës është i njëjtë. Domethënë lindim të vegjël, të pafuqishëm, nana kujdeset me na ushqy, me na mbajt pastër, me kështu derisa të rritemi, derisa të fuqishëm. Krejt kalojnë në për të njëjtin proces. Të gjithë ftohemi, të gjithëve na kaplojnë gripat e ndryshëm, dikush më edhe sëmurët edhe kështu me radhë, me trajtimin e caktuar, dikujt i kalon smundja, dikujt nuk i kalon, dikush nuk mbijeton e kështu me radhë. Njëjtën sprovë të smundjes, të pasigurisë, të dhimbjes, të pikëllimit, nuk e përjetojnë të gjithë njerëzit njëjtë. Edhe intensiteti nuk është. Edhe intensiteti nuk është i njëjtë. Intensiteti i ndjenjes. Jo, nganjëherë disa i sprovës. Nganjëherë disa reagojnë në sprova më të lehta, ankohen më shumë, disa durojnë shumë, edhe nuk ankohen. Pse? Pikërisht për shkak të asaj fuqisë shpirtërore, asaj fuqisë së brendshme të cilën e kanë. Kur flasim për idealizmin, edhe idealizmi nuk është diçka që mundemi me matë, as me metër, as me peshore. Po, nganjëherë janë disa njerëz idealistë që për shembull kush e di çfarë sakrifice janë të gatshëm me e bë për një të mirë të përgjithshme. Për marrit idealin, po. Pra, sakt. E tash këtu e vrejmë rolin e besimit, tash po flas për këndvështrimet të hoxhës, të besimtarit edhe të atij që është i thirrur me fol në emër të Islamit, ose me fol për Islamin, më mirë me thonë. Domethënë, besimi e rregullon shumë këtë pjesën edhe të shëndetit mental, për arsye se neve, kur themi sprova, neve nuk na rrezikon vetëm smundja e caktuar, e patëm për shembull epideminë e Covidit, masat ndryshme e kështu me radhë, edhe okay, ajo kaloi. Mirë, po nganjëherë mund të përjetojmë çrregullime që për një mend nuk dim as vetë t'i shprehim. Ti shkon te psikologu, edhe ai të pyet çfarë ke, ti thu nuk e di çka kam, po s'po ndihem mirë. Beso, te unë vinë njerëz, thot, e kam një shqetësim, po çka është halli yt, thot, nuk e di çka kam. Po unë nuk jam psikolog, nuk jam as psikiatër, unë jam hoxh, thot, e di, megjithatë po ndi nevojë me dikend me bisedu. Edhe në këtë rast unë gjithmonë mundohem, tamam puna, unë nuk jam ai që shkruaj terapi, nuk jam që bëj kështu. Gjithmonë mundohem pikërisht fjalën e mirë ta aplikoj, edhe të prek në një pikë që mendoj se është shumë e rëndësishme. E kam pa gjatë jetës se është e rëndësishme. Me ngrit vullnetin e brendshëm të atij personi për me i kalu sprova. Vullneti është armë shumë e fortë. Absolutisht. Aduti kryesor është vullneti. Ti mundesh një njeri me e bardh në krah tu. Edhe e bardh nëse je i fuqishëm fizikisht e bardh. Mirë, po s'mundesh me e largu prej asaj gjendjes të rënduar që e ka, që s'po din se çka është të ndodhë. Përmendet ideali, në fakt shumë njerëz kanë ndonë për të ndonë ka janë njek mas idealit për të edhe për të gëzuar në lirin që jemi sot. Njërin do këta jeni edhe jo, në fakt. Po, nështë ta nuk e ke problem, veç pak, po du me të pyet, ty
të ka shty ideali, të ka shty shpirti, të ka shty zemra apo mendja për të kontribuar për vendin tonë? Mendja me të shty në mënyrë të pavarur, vetëm mendja, nuk besoj që kesh luftu dikosh. Pse? Për arsyën e thjeshtë, nëse shkojnë luftë, mundësia është maksimale të vritem. Logjikisht, nolësh. Ku është logjika këto? Për arsye se të gjithë ne ta them shumë përzemërsisht, jo vetëm unë. Po mendoj se të gjithë bashkëluftarët e mi, gjithë pjesëtarët e ushtrisë shkrimtare të Kosovës, askush s'ka menduar se ka me shpëtu prej luftës. Gjithë kemi menduar se kemi në vrarë. Përveç asaj, po flas për një kohë kur ne e kemi ditë fare mirë se me cilin armik kemi të bëjmë. Është një situatë ndryshe prej asaj, mos e boftë Zoti sot me pas një konflikt na me fqinjen tonë të papërshtatshëm verior. Po jemi në pozicion shumë më të mirë, atëherë kemi qenë jashtëzakonisht në pozicion të pavolitshëm, edhe pak kush ka prit që ka me imbjetu luftës. Këtu mendja tregon se mendja çon deri aty. Ti edhe mundesh me u vra. Ma e madhe dëshira se sa mendja, vullneti? Jo, po duhet të them kështu. Mendja çon deri te ai rezultat. Mundesh edhe me u vra. Po mirë dikush mas te e le të shijon lirinë. Edhe mendoj që logjika e çlirimtarëve kjo ka qenë. E aty pastaj është zemra. Edhe askush nuk thot mendje e guximshme. Çka thon? Zemër e guximshme. Zemër e guximshme. Pse? Se guximi çndron në zemër edhe guximi nuk është forcë fizike. Forca fizike e ka rolin e vet në çdo aspekt, gjithsesi. Mirë, po guximi është diçka që kur e ka dikush, e sidomos ai që është në ballë, ai që u prin, ai pastaj i trimron edhe ata tjerë. Ma mirë është me qenë, për shembull, një pres i guximshëm. Edhe nëse i ka disa ushtar pas vetës që janë dikon mesatar, se sa me qenë një ushtri e guximshme e prisin me pas asi që i mungon guximi, për arsye se i merr në qafë ata tjera. Në këtë aspekt mbledh ta them edhe një gjë, lufta jonë ka qenë luftë çlirimtare, nuk ka qenë luftë fetare. Po, unë si besimtare kom pas edhe një motiv fetar për me marrë pjesë në luftë. Feja na mëson me mbrojt vendin tonë. Sakt. Adejon tonë. Feja të mëson me mbrojt. Me dal ballë adejot. Secilën gjë e cila të rrezikohet. Çdo gjë që të rrezikohet, feja konsideron se është e shenjtë edhe duhet të mbrohet, edhe nëse flijohesh për me mbrojt ato që të rrezikohet. Liria, familja, prona, e drejta e besimit, çka do qoftë, nëse flijosh për çata, ti je dëshmor edhe je në rregull.